Dashi, sot shpirti yt kërkon pak nga aventura e zakonshme, por me një nuancë të re. Ndërsa dita fillon të ndjesh energjik dhe i gatshëm për të përballuar sfidat e punës me entuziazëm. Mund të hasësh në mundësi të reja që kërkojnë vendime të mençura. Në aspektin financiar, tregohu i kujdesshëm ndaj shpenzimeve të panevojshme dhe mendohu 2 herë përpara se të bësh investime të mëdha. Në dashuri, ndjenjat të ëmbla priten të lulëzojnë, prandaj shfrytëzo rastin për të afruar më shumë me partnerin. Nëse je vetëm, mund të bësh një njohje intriguese. Harmonia e brendshme do të jetë burimi yt i forcës, kështu që mos harro të marrësh momente për reflektim. Sot dëgjo zemrën dhe ndiq instinktet. Bënu. Sot shpirti yt kërkon qetësi dhe reflektim. Është një moment i përshtatshëm për të vlerësuar marrëdhëniet që ke, veçanërisht ato romantike. Bëj një hap pas dhe vëzhgo me kujdes, pasi mund të zbulosh emocionet që kanë mbetur të fshehura. Në punë, një mundësi e re do të vijë papritur, por mos vepro pa menduar gjallë. Analizo me kujdes çdo detaj dhe merr vendimet e duhura. Financat kërkojnë pak vëmendje sot, ndaj bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Dëgjoj intuitën dhe shmang rreziqet e panevojshme. Një ecje në natyrë do të ndihmojë të rigjesh ekuilibrin dhe energjinë pozitive. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të çelur zemrën dhe mendjen. Ndriço si një yll në errësirë. Binjakët. Dita e sotme është e mbushur me energji të reja dhe mundësi për të ndjerë më pranë vetes. Në dashuri, koha është e duhur për të shprehur ndjenjat me sinqeritet. Një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë afërsi dhe mirëkuptim të ri. Në punë mund të ndjeheni të frymëzuar për të ndjekur një ide të re që keni pasur në mendje. Mos hezitoni të angazhoheni në projekte që kërkojnë kreativitet dhe mendim të hapur. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, bëni një planifikim të mirë për të siguruar që jeni në rrugën e duhur. Sot është dita për të dëgjuar tingujt e brendshëm dhe për të harmonizuar mendjen me zemrën. Gjeni pak kohë për reflektim dhe pushim. Daforia. Sot është dita e duhur për të reflektuar mbi ndjenjat e tua dhe për të ruajtur ekuilibrin e brendshëm. Lidhjet personale do të ndihen më të ngrohta dhe të përzemërta, prandaj shfrytëzo momentet e qeta për të thelluar biseda. Në punë mund të ndjesh një shtysë për të përmirësuar proceset dhe për të arritur objektivat me qartësi. Kujdesu që të mos ndarkohesh më tepër se ç'duhet, duke ndarë përgjegjësitë me kolegët. Sa i përket financave, shpenzo me kujdes, por mos e lejo frikën të tëngojë nga investimet e mençura. Ndjesitë tuaja janë si një bus i thellë dhe sot do të ndjeni gëzim nga gjërat e vogla. Përcill energjinë pozitive dhe shijoje çdo çast me dashamirësi. Luani. Dita e sotme sjell energji të reja dhe mundësi të papritura. Në dashuri, është koha të tregoheni më të hapur dhe të falni. Një bisedë e ngrohtë mund t'ju afrojë më shumë me partnerin ose dikë që ju pëlqen. Në punë, ndjenja e përgjegjësisë do t'ju ndihmojë të përmbushni detyrat që keni lënë pas dore. Një koleg mund t'ju nevojitet për këshilla, kështu që mos hezitoni të kërkoni ndihmë. Financat tuaja duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndiqni intuitën kur bëhet fjalë për investime të reja. Sot përpiquni të gjeni pak kohë për veten. Një meditim i shkurtër ose një shëtitje në natyrë do t'ju ofrojë qetësi dhe do të freskojë mendjen tuaj. Dita mbyllet me një ndjenjë kënaqësie dhe optimizmi për të ardhmen. Virgjëresha. Nisja e ditës sjell një energji të re që fton për reflektim e përmirësim. Në punë, bëj mirë të fokusohesh te detajet dhe të mos nxitohesh. Përkushtimi do të shpërblehet me rezultate të kënaqshme. Në çështjet e zemrës, kujdes me komunikimin. Një bisedë e ndershme mund të sjellë afrimite të ri me partnerin. Beqarët mund të ndjejnë një shkëndijë të papritur. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj shmang shpenzimet e tepërta. Dita do të kalojë më lehtë me qetësi dhe me planifikim të mirë. Mbaj një qëndrim pozitiv. Ajo që i ofron ndihmë të tjerëve, kthehet tek ti një mbrëmje e qetë me një libër të mirë ose muzikë, do të jetë balsam për shpirtin tënd. Peshorja. Dita e sotme ofron një balans të re në jetën tuaj. Me energjitë pozitive që ju rrethojnë, do të jeni në gjendje të shihni qartë drejtimet që duhet të ndiqni. Në aspektin e dashurisë, komunikimi i hapur do të sjellë harmoni dhe mirëkuptim në marrëdhëniet tuaja. Në punë, një mundësi e re mund të paraqitet dhe është koha e duhur për ta kapur. Fjala kyçe është bashkëpunimi. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por mos u tërhiq nga shpenzimet e tepërta. Merrni pak kohë për të reflektuar mbi veten dhe emocionet tuaja. Një shëtitje e shkurtër në natyrë do t'ju ndihmojë të gjeni qetësi dhe frymëzim. Besoni në intuitën tuaj, ajo është një udhërrëfyes i shkëlqyer sot. Akrepi. Energjia sot ndjehet si një val e butë që lehtëson tensionet e ditëve të mëparshme.
Ndjenjat janë të fokusuara në ndërtimin e lidhjeve të thella emocionale. Nëse fërmir fjalët, mund të përforcosh lidhjen me dikë që të është bërë i shtrenjtë. Në punë, intuita është miku yt më i mirë, dëgjoj zërin e brendshëm. Mund të hasësh në një mundësi të re, mos e injoro. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për shëndetin mendor, meditimi ose një shëtitje në natyrë do të jenë të dobishme. Mos nguro të kërkosh këshilla nga miqtë. Braktisja e frikës dhe hapja ndaj mundësive të reja do të ndihmojë të arrish qetësinë e brendshme që ke kërkuar. Shigjetari. Sot zemra juaj mund të ndjejë dëshirën për të eksploruar horizonte të reja. Merrni kohë për të shijuar momentet e vogla me ata që doni. Nëse jeni me një marrëdhënie, komunikimi është çelësi një dinamike harmonike. Për beqarët, një bisedë e papritur mund të sjellë ngrohtësi. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe mos u trembni nga sfidat. Mundësitë do të shfaqen papritur, duke ju dhënë një shtysë drejt qëllimeve tuaja. Financat janë në një fazë stabiliteti, por tregoni kujdes në shpenzimet e panevojshme për të ruajtur balancën. Energjia e ditës kërkon që të dëgjoni intuitën tuaj, duke ju udhëhequr drejt zgjedhjeve të drejta. Përfundoni ditën me reflektim dhe mirënjohje për se kush jeni. Britsjapi. Sot, universi të fton të përqafosh ndryshimin me zemër të hapur. Ditën e nis me energji pozitive që ndihmon përparimin në projektet e punës, ku krahas përkushtimit tënd, pritet të shfaqen mundësi të reja. Mos u trem nga sfidat që vijnë, sepse ato janë udhëheqëse drejt suksesit. Në aspektin e ndjenjave, një bisedë e ndershme me partnerin është çelësi për lidhjen tuaj. Për beqarët, një surprizë e këndshme mund të shfaqet nga një mik i vjetër. Financat qëndrojnë të qëndrueshme, por kujdesu të mos shpenzosh në aktivitete të panevojshme. Përforco lidhjen me natyrën, pasi ajrosja mendore do të sjellë qartësi në mendime. Bëhu i duruar, sepse vetbesimi yt do të shpërblehet shumë shpejt. Ujori. Në këtë ditë të janarit, ndjesitë do të lëmohen si një det i qetë në një qiell të kthjellët. Në dashuri, jeni të sinqertë dhe hapeni zemrën ndaj një bisede të thellë me partnerin. Reflektimi mbi emocionet do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, një projekt i ri mund të shfaqet në horizont, duke ju frymëzuar me ide të reja dhe kreativitet. Mos keni frikë të ndani mendimet tuaja, pasi ato do të vlerësohen. Financat do të kërkojnë një qasje më të kujdesshme, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe kurseni për të ardhmen. Merrni kohë për të qëndruar në qetësi dhe meditoni mbi qëllimet tuaja. Gjithçka po shkon në drejtimin e duhur, thjesht ndiqni rrugën me besim dhe qetësi. Peshqit. Sot zgjidhni të hapni zemrën tuaj ndaj mundësive të reja që vijnë nga drejtime të papritura. Në dashuri, ndonjë gjest i vogël mund të ketë ndikim të thellë te partneri juaj. Gjeni kohë për të dëgjuar me kujdes dhe fjalët tuaja do të ndriçojnë si yje në natën e errët. Në punë, një ide kreative mund të prekë zemrat e kolegëve tuaj dhe t'ju sjellë njohje të merituar. Buxheti kërkon vëmendje, një planifikim i mirë sot mund të parandalojë stresin nesër. Energji pozitive valon brenda jush, duke ju ftuar të eksploroni horizonte të reja. Mos keni frikë të ëndërroni, sepse ëndrat qëndrojnë si urë drejt së ardhmes. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo ju udhëzon me mençuri.